A je mirë si? A jeni mirë? A jeni djemë më të mirë? Ajo? Ke 57 në imesh? Po që kjo është po njerë dorë, që të ditë. Që aty për pora i keni... Lavdi. Çdo kush që ka ardhur dhe ka kaluar për qeverinë e Kosovës ka punu për interesat e veta, ka punu për interesat e familjarëve të vet, ka punu për interesat e klaneve të veta dhe në fund partisë të vet. Dhe asgjë s'ka ndodhur për qytetarët. Kjo vazhdimsi duhet të merr fund tani. Ju garantoj sot, ju them këtu publikisht, ju them se këta njerëz cilët i njihni sot, këto parti cilat sot pretendojnë me udhëheq me Kosovën, nuk e dojnë Kosovën. Nuk e dojnë Kosovën, nuk e dojnë qytetarën e Kosovës. Këto parti cilat pretendojnë me udhëheq sot me Kosovën, nuk dinë me udhëheq me Kosovën. Pse? Mas pari ata për vetën e tyre, asgjë s'kan bërë. Ata nëse jon pasuru prej hajmive, prej grabitjeve, prej mashtrimeve, prej krimit. Nuk di kur do të ketë zgjedhje, do të ketë tash, apo do të ketë shtator, apo mas një viti, është e parëndësishme, e rëndësishme është që qytetarët duhen vedisohen. Duhet vedisohen dhe mos të veprojnë në mënyrë që të damtojnë familjen e vetë, të rritë e vetë, mitë e vetë. Shkojnë njerëzit e shesin votin e tyre dhe çka kanë bërë. I sjellin hajnat në pushtet dhe çka ka ajo familje gjatë krejt mandatit. Asgjë. Askush nuk interesohet për to. Prandaj unë ju lutem që të vetisoni dhe të shiqoni, ju duni vetë të mendoni ku kënd do ta votoni në tartë. Unë jam shumë i legjitimuar. Unë kam drejt nëse kërkoj votin për AKR-n dhe për njerëzit e AKR-s. Pse? Që vetëm komunën e Lipjanit janë ndërtime si për 2 fabrika, fabrika e 3 dhe fabrika 4 ndërtimi fillon këto ditë dhe vetëm këtu jem të vetmit që investojnë praktikisht. Do të investojnë mbi 140 milion në vit vetëm për jetësimin e ideve të rinisë. Dhe aty unë besoj se do të krijohen prej vitit 2 të qeverisjes, do të krijohen mbi 30-40.000 vende pune vetëm për të rinjt, për idetë e tyre. Ne duhet të zbulojmë 3 tonë që të ecin, bredhin rrugëve, ata janë plot ide sigurisht, e ne do t'i gjejmë ata njerëz. Do t'i gjejmë ku janë ata dhe të avancojnë me idetë e tyre. E jo të jetojnë mesin anash në mënyrë anonime. Unë e di se secili prej nesh që tu 90%
kokë e kanë si me ikë prej Kosovës. Është shumë keq, atëherë kur rinia jote nuk e donë vendin e vetë. Është shumë keq, por nuk është fajt e ju. Fajt është e ata që e kanë pru vendin në këtë situatë. Unë atë lokomotiv që kam bet jashtë binarve, edhe silën rreth e përqartë njerëzit që 18 vite dhe nuk din që ka me bo, unë di me tërhjek prej ndekut edhe me qitë në binarë të vërtet edhe me jetë për para. E di se unë e kum bo, unë di me bo, kom dëshirë me bo, kom energji me bo dhe kom mundësi me bo. Pati nevoj për të. Atëhere për mos me zgjatër shumë. Idenë e vetë do të paraqet idenë e vetë dhe aty jot të jetojnë mesin anash mënyrë anonime. Nuk shoh dritë në fund tunelit me këta tjerë. Uj del, i merr arat, kopshtet, infektohen kancerit. O smundjet po shtohen, normalisht që shtohen, sigurisht. Dhe në Kosovë ka mundësi që të kesh. Pranvera Krasniqi. Endrit Gashi. Dhe kujti në troma, Edhe kanë vazhdu këtë plan, besa të shumë. Pepër atë moshe. Muslijës. Ska më jeta që shto. Hajde, ullë ka një kofre. Faleminderit shumë. Zonëzat e dashur. Jam i bindur prej këtyre që në nga thonë atje. Është i titi. Është që kemi që. Qonë. Nëse se.